Deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës janë mbledhur në selinë e partisë pas zhvillimeve të fundit politike. LDK-ja deri tash nuk ka marrë pjesë në aktivitetet e dy partive të tjera opozitare, PDK-s e Aleancës në kuvend. Për këtë, paraprakisht u deklarua deputetja e LDK-s Vjosa Osmani, e cila e cilësoi mbledhjen e sotme të grupit parlamentar mbledhje e zakonshme. Çdo ditë jam në kuvend, edhe sot isha në kuvend. Ne jemi në përkraje të mbrojtjes së kushtetutës, kurse qëndrimet më në detaje do t'i publikojmë sot, menjëherë pasi të përfundoj takimi i grupit parlamentar, tha Osmani. Tërisa nga kuvendi i Kosovës, PDK dhe Aleanca e kanë konfirmuar se nesër në orën 11 do të jenë të pranishme në sallë ku presin vazhdimin e seancës konstituive. Kështu deklaruan përfaqësuesit e këtyre subjekteve politike, derisa nga Aleanca treguan se Avni Dehari si kryesues nuk i është përgjigjur thirrjes së Aleancës për takim e koordinim rreth seancës nesër. Nga PDK, Aleanca paralajmëruan se presin edhe nga partitë e tjera që të marrin pjesë nesër në kuvend. Paraprakisht, Partia Demokratike e Kosovës ka dorëzuar kërkesën që vazhdimi i seancës konstituive të mbahet nesër 14 gusht. Deputeti PDK-s përparim Gruda ka thënë se kërkojnë respektimin e kushtetutës. Kemi dorëzuar në emër të PDK-s kërkesën në drejtim të kryesuesit të seancës Deharit për mbajtjen e vazhdimit të seancës për nesër në orën 11 siç kërkon rregullorja. Gruda ka akuzuar lëvizjen vendosje për bllokim të konstituimit të kuvendit. Deputetët e këtij subjekti politik paraprakisht kanë mbajtur një aksion para qeverisë, ku kanë kërkuar që ta takojnë Kurtin për t'i thënë të shkojnë në kuvend për konstituim. Deputetja e zgjedhur e VV-s Arbresh Kryeziu Hyseni i ka reaguar deputetës së PDK-s Vlora Çitaku, e cila mëngjesin e sotëm e quajti Albin Kurtin uzurpator të zyrës së kryeministrit. Zonja Çitaku, në zgjedhjet e fundit ju keni marrë 43.980 vota personalisht, ndërsa partia juaj ka marrë 157.892 vota. Kryeministri Kurti ka marrë 324.329 vota, më shumë se 2 fishe i votave të PDK-s. Për çfarë uzurpimi po flesni, populli ka folur qartë. Albin Kurti është kryeministër i vendit, ka shkruar ajo. Sipas saj, Çitaku e ka mundësinë të bëhet kryetare e kuvendit nëse PDK-ja e pranon ofertën e Kurtit. Megjithatë, zonja Çitaku ju keni mundësinë të bëheni kryetare e kuvendit nëse zotri Hamza pranon ofertën e kryeministrit Kurti. Kryetaria e Kuvendit të Kosovës, Albulina Agjiu, ka reaguar ndaj, siç ka thënë, përfshirjes dhe presionin ndaj stafit profesional të kuvendit në përplasjet politike. Agjiu, përmes një postimi në profilin e saj në rrjetin social Facebook, ka shkruar se mospajtimet politike duhet të mbeten mes barësve të përgjegjësive politike, pse opozita nuk duhet të përfshijë zyrtarët profesional të kuvendit në këto përplasje. Opozita nuk duhet ta përfshijë stafin profesional të kuvendit në këto përplasje, ta vërë në presion apo ta shënjestrojë për shkak të punës që kryen në kuadër të përgjegjësive të veta institucionale, ka thënë Agjiu. Ajo ka kërkuar që çdo vërejtje ndaj punës së saj të adresohet drejt për drejt tek ajo ose përmes mekanizmave institucional. Sipas Agjiu, zyrtarëve profesional nuk duhet t'i atribuohen motive politike vetëm për shkak të detyrave që kryejnë në kuadër të kuvendit. Stafi i kuvendit nuk është palë në betejë politike dhe nuk duhet të trajtohet si i tillë, ka theksuar ajo. Kryetaria e kuvendit ka thënë se donon publikisht një sjellje të tillë dhe ka kërkuar që çdo pretendim konkret të paraqitet me fakte dhe përmes rrugëve institucionale e jo përmes sulmeve apo insinuatave ndaj zyrtarëve të kuvendit. Grupi për studime juridike dhe politike shpreh shqetësim serioz lidhur me vendimet e qeverisë në detyrë që janë marrë në mbledhjen e mbajtur më 12 gusht 2026. Duke qenë se shumica anëtarëve të qeverisë në detyrë janë betuar si deputet të Kuvendit të Kosovës, vendimarrja e djeshme është e kundërligjshme dhe i tejkalon kufizimet kushtetuese dhe ligjore. Në rrethonat aktuale, vazhdimi i ushtrimit të kompetencave ekzekutive është i papranueshëm dhe ngre çështje serioze të ligjshmërisë së vendimarrjes së qeverisë në detyrë. Duke u bazuar në nenin 72 të kushtetutës, në së cilën prej tyre ndalohet ushtrimi i njëkohshëm i funksionit të deputetit dhe anëtarit të qeverisë. Sipas tyre, këto kufizime nuk mund të anashkalohen përmes interpretimit politik, por janë garanci të drejtpërdrejta të parimit të ndarjes së pushteteve dhe të funksionimit të kontrollit dhe balancës ndërmjet pushteteve. GLPS më 6 gusht 2026 i është drejtuar zyrës së kryeministrit me kërkesë për dokumentacionin që dëshmon nëse anëtarët e qeverisë në detyrë të zgjedhur deputet kanë dhënë dorëheqje nga funksionet ministrore. Sot shënohet dita e 7 e fundit e afatit ligjor për përgjigje dhe GLPS pret që ZKM-ja të përmbushë detyrimin ligjor dhe të asigurojë transparencë mbi këtë çështje.
Deputetja e Aleancës Time Kadriaj ka reaguar ndaj një fotografie të publikuar në rrjetet sociale nga personi me emrin Fudit Gjymshite, ku pretendohet se ajo është takuar me Skënder Llugiçin, personin që u arrestua dje pasi kërcënoi Ramush Haradinaj. Përmes një postimi në Facebook, Kadriaj ka mohuar se fotografia paraqet një takim të saj me Llugiçin, duke thënë se bëhet fjalë për një imazh të krijuar me inteligjencë artificiale. Ajo ka paralajmëruar se rastin do ta denoncojë në organet e drejtësisë. Personin në fjalë do ta denoncojë dhe le të merren organet e drejtësisë me të. Jeni në rënje të lirë, kësaj radhe ju ka dalë ftyra e vërtetë, shkroi ajo. Të njëjtën në mëngjes, setuesit policor nga Drejtoria për Hetimin e Krimit të Organizuar dhe Krimeve të Rënda me urdhër të Prokurorisë Speciale në pikën kufitare në Merdar të Podujevës kanë arrestuar një shtetas të Republikës së Kosovës me inicialet FPX në ndyshimin se ka kryer veprën penale spionazh. Arrestimi i të dyshuarit është realizuar pas veprimeve hetimore të ndërmarra nga autoritetet kompetente. Të shtatë mëson se i arrestuari është Fehmi Sale, i cili punon si arsimtar në një shkollë në Dragash. Drejtori i arsimit në këtë komunë, Zeni Krasniqi, i tha televizionit se ai nuk ishte pjesë e sistemit të shkollimit me plan programe të Kosovës. Konfirmoi se Fehim Sali nga fshati Rapç, komuna e Dragashit, nuk është pjesë e sistemit të arsimit publik të Republikës së Kosovës dhe nuk është i punësuar si mësimdhënës në institucionet arsimore të komunës së Dragashit, ka thënë Krasniqi për të shtatë. Avokati Arjanit Koci ka thënë se është ndaluar nga Serbia dhe një qytetar i Kosovës. Siç ka deklaruar në një postim në Facebook, qytetar në fjalë që vjen nga Gjakova, fillimisht u ndalua gjatë kalimit të kufirit Serbi-Kroaci, ndërsa pas disa orësh është transferuar në Beograd. Koci tutje tha se ende nuk është e qartë baza juridike e ndalimit. Mbrëm gjatë kalimit të kufirit Serbi-Kroaci është ndaluar nga autoritetet serbe Dugaxhin Maxhuni nga Beci Gjakovës, i lindur më 10 maj 1979. Fillimisht është ndaluar për verifikim. Pas disa orësh familja është njoftuar se ai është transferuar në Beograd dhe se procedura ndaj tij po vazhdojnë. Për momentin ende nuk janë të qarta rrethonat dhe baza juridike e ndalimit. Jam duke i verifikuar informacionet dhe duke e përcjellë rastin, ka shkruar Koci. Prokuroria themelore në Prishtinë ka ngritur akt akuzë ndaj 5 personave të dyshuar për përfshirje në zjarrin në diskotekën Gate Club në shkurt të vitit 2025. Prokuroria ka ngritur akt akuzë kundër të pandehurve SHP dhe FPX për shkak të dyshimit të bazuar mirë se kanë kryer veprën penale, shtytje dhe zjarrvënie, si dhe ndaj të pandehurve FPX për shkak të dyshimit të bazuar mirë se ka kryer veprën penale, pengemi të provuarit apo procedurës zyrtare, thuhet nga prokuroria. Sipas akt akuzës, më datë 14 shkurt 2025 rreth orës 4 të mëngjesit në rrugën e Pirit në zonën industriale Prishtinë Fush Kosovë, në objektin e diskotekës Gate Club të pandehurit SHP të FPX në bashkëkryerje dhe me dashje pas shtyerjes nga i pandehuri RPK dhe në këmbim të shpërblimit prej 3.000 eurosh, i kanë vënë zjarrin në objektet të diskotekës Gate Club. Sipas ujës zjarrit, sipas prokurorisë, të dëmtuarve u është shkaktuar material në vlerë prej 950.000 eurosh.